Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në këtë edicion të emisionit Business Plus. Sonte të ftuar do të kemi komisionerin në Komisionin Rregullator për Energjetik zotrin Faton Ambarin, nga ku do të kuptojmë që përse ka arritur që të kemi disa fatura më të larta, çmimi i energjisë elektrike, nga çka ndikohet rritja tek ne çmimit të energjisë elektrike, mirë po edhe shumë gjëra të cilat për opinion janë të paqarta sa i përket furnizimit me energji elektrike dhe punën e Komisionit të Rregullator për Energjetik. Zotri Ambari, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Ambari, fillimisht ta fillojmë këtë intervistë pasi që kishim mundësi takohemi edhe para vitit 2026, nga ku biseduam dhe komentuam disa nga çështjet që i tangojnë qytetarët sa i përket çmimit të energjisë elektrike. Fillimisht ndodhi një ulje të komponentës sa i përket distribuimit. Më pas, nga 1 janari u fut në fuqi dhe çmimi i ri i rritjes së energjisë elektrike, pak a shumë të dimë se sa do të paguajnë qytetarët me atë ulje dhe me këtë rritje. Faleminderit për pyetjen që parashtroje, po sakt. Shiko, në vetë faturën e konsumit të energjisë elektrike për konsumatorët familjar, për abonentët faktikisht familjar, fatura përbëhet për disa parametrave, për disa komponentave dhe në ditën e intervistës kishim informacione lidhur me atë se si do rrjedhin çmimet për rrjetin e shpërndarjes. Ndërsa kuptohet gjerë me përfundim të vitit, furnizuesi universal hapi tenderimin publik për furnizimin e energjinë elektrike dhe tani gjitha gjëra janë qartësuar dhe është një mundësi e duhur ku opinionin publik ta informojmë më gjerësisht lidhur me atë se si do rrjedhin çmimet edhe për shpërndarjen edhe për furnizimin e energjinë elektrike që janë në kuadër të vetë faturës, si edhe për komponentat e tjera që janë pjesë përbërëse e një fature që marrin secili abonent familjar apo konsumator shtëpiak për periudhën e caktuar. Tani më lejo të rikthehemi pak në atë se si ndodhi dhe si rodhën ngjarjet. Themi fillimisht ulja e çmimit për shpërndarjen, për operatorët e shpërndarjes. Kur flasim për operatorin e shpërndarjes, kemi parasysh për rrjetin e shpërndarjes, rrjetin e transmetimit, si dhe për operatorin e tregtimit me energji elektrike. Ose thënë më hapur, bëhet fjalë për çmimet të cilat dikton elektrodistribuimi, pjesë përbërëse e EVN-s, MEPS-ja, kompania që merret me transmetimin e energjisë elektrike dhe MMO-ja, e cila është operatori i tregtimit të energjisë elektrike në vend. Në bazë të gjitha të dhënave, të cilat i keshim në kohën e intervistës dhe në bazë të kostove të justifikuara, planeve investuese, sikurse edhe asaj performancës operative dhe parametrave relagator, të cilat janë një pjesë përbërëse e çmimit të energjisë elektrike, siç është amortizimi e disa indikatorë të tjerë statistikore financiar, u pa e arsyeshme që çmimit për rrjetin e shpërndarjes, transmetimit edhe operatorit të tregut të pësojnë ulje. Ajo ulje ishte në shifrat, si thamë edhe atëherë, për elektrodistribuimin në vlerën 3.64, për MEPS-on 2.67, ndërsa për MEM-on 3.4. Mirë po duhet tani të theksojmë edhe atë që në momenti kur furnizuesi universal hapi tenderim për energjinë elektrike, të cila duhet të mbuloj konsumatorët familjar dhe biznesin e vogël, për këtë duhet të theksojmë për periudhën me një fjalë nga 1 i pari 2026 deri me 31/12/2026 për gjithë vitin periodik. Në atë tenderim u paraqit vetëm një ofrues të asaj në atë tenderimi, edhe konkretisht ishte kompania gjeneruese SM apo Elektronomia e Maqedonisë së Veriut, e cila ofroi një çmim, i cili nga çmimi që ishte aktual gjë në 31/12/2025 për furnizim, është më i lartë për gati atëherës për 3 euro, ndërsa në 31/12 çmimi ishte 62 euro për megavator, nga 1 i pari 2026, gjë në 31/12/26 do të jetë 65 euro. Faktikisht çmimi është 3 euro më i lartë ose i shprekur në përqindje 4.84%. Ajo që ju intereson më shumë qytetarëve është pjesa që tani, nëse bëjmë një përllogaritje me çmimin e uljes për distribuim dhe rritjen e çmimit të energjisë elektrike, e di se nuk mund të jemi preciz pasi që nuk e dim se sa do të konsumojmë qytetarët, mirë po parafërsisht, a e bie që çmimi të ngel në atë nivel, a do të jetë më i lirë apo më e shtrenjtë fatura për qytetarët? Shiko,
lidhur në bazë të këtyre parametrave, faktikisht edhe parametrit të shpërndarjes, edhe parametrave që kemi për furnizim për energjinë elektrike, që siç e theksova, çmimi pasoi një rritje në këtë rast, shënoi një rritje, atëherë çmimet për konsumatorët, pasi e dim që konsumatorët shtëpiak, abonentët, janë të ndarë në grupe tarifore. Nëse çmimi i përbashkët, i furnizimit edhe i shpërndarjes, nëse konsumi është vetëm në grupin e parë tarifor, do të shënoj një rritje prej 2.25%. Ndërsa ata që janë konsumator edhe në grupin e dytë, flasim edhe, kur themi edhe në grupin e dytë, kemi parasysh se një pjesë e energjisë i faturohet në grupin e parë, po një pjesë tjetër i faturohet, e mbetur i faturohet edhe në grupin e dytë tarifor. Ato do shënojnë një rritje prej 2.87, ata që janë në grupin e tretë 3.32, ndërsa konsumatorët që janë në bllokun e 4 çmimi ka pasur një rritje prej 3.84, ndërsa duhet të theksojmë edhe çmimi, këta ishin çmimet të tarifës ditore të lartë, ndërsa tarifës së ulët, çmimi ka shënuar një rritje prej 2.50. Mirë, po në këtë rast, për informim të saktë të opinionit publik, që të ketë një pasqyrë më të realtë, Komisioni Rregullator i Energjetikës i ka kompetencat e plota për përcaktimin e çmimit dhe fjalën finale, faktikisht fjalën e fundit, lidhur me çmimin në rrjetin e shpërndarjes, transmetimit dhe të operatorit të tregut. Mirë po, në rrjet për çmimin të furnizimit të energjisë elektrike, fillimisht për llogaritjen e bën EVN-ho. Ajo e sjell në Komisionin Rregullator të Energjetikës dhe në pas të disa analizave të sakta, që bëhen atje dhe të thelluara. Këtë rast duhet të informojmë opinionin publik se kërkesa e EVN-s ishte për një rritje shumë të lartë të çmimit në çmimin final, kam fjalën për çmimin edhe të furnizimit edhe të distribuimit. Më konkretisht, më lejoni nëse kemi hapësirë kohore, që nëse faktikisht e aprovoni ato çmim kërkesën e EVN-s, çmimet do të kishin një rënje, do të posonin një rritje shumë të lartë. Edhe nëse ne tani e kemi çmimin 2.45%, me parametra që i solli EVN-ho do të ishte 7.66 bloku i parë. Bloku i dytë tani i kemi 2.87, do ishte 8.54, bloku i tretë nga 3.33 9.63, bloku i katër nga 3.84 11.86 dhe bloku në tarifën e lirë që është 2.50 që theksuam, do të ishte një rritje prej 3.96. Mirë po, Komisioni Rregullator i Energjetikës, siç e theksova, pavarësisht se EVN-ho e ka të drejtën që të përcaktoj çmimin, mirë po Komisioni Rregullator i Energjetikës e pa të arsyeshme që këta çmime të cilat pretendon furnizuesi universal nuk janë në përputhje në bazë të gjitha parametrave të cilat i përmendëm pak më lart, dhe prandaj vendosi që çmimet të shënojnë një rritje me ato që si theksova paksa më lart, nga 2.25 bloku i parë, 2.87 e të tjerë që mos i përmendim edhe e cekët që fjalën përfundimtare sa i përket çmimit të shpërndarjes e ka Komisioni Rregullator për Energjetik dhe aty mund ndikojnë në bazë të parametrave të cilët realizojnë furnizuesit apo shpërndarësit në vendin tonë. Mirë po, sa i përket çmimit për furnizim, cili është kompetenca apo roli i Komisionit Rregullator për Energjetik që të mos tolerohet një rritje kaq e madhe ashtu siç e cekët dhe ju te kërkesat e EVN-s? A do të ketë mundësi do thotë ulje të asaj nga çfarë ata kërkojnë dhe të mos kishte ndodhur edhe kjo rritje prej 3 eur? Një nga faktorët kryesor faktikisht, edhe thamë që EVN-ja në bazë planeve të veta që ka atje operative përpiluese, erdhi në përfundim që çmimet dhe në bazë të nderimit, se siç e theksuam edhe në fillim, çmimi pësoi një rritje nga 62 euro që merrte në tenderimin e fundit, shënoi 65 euro. Faktikisht ka një rritje. Është një rritje që është botërisht e ditur. Mirë po, përsëri në ata parametrat të cilat i soli EVN-ja, Komisioni Rregullator i Energjetikës vendosi që normalisht që ka rritje, po jo edhe në ato përmasa siç ato i kishin kërkesat e tyre. Prandaj erdhi te ajo që Komisioni Rregullator i Energjetikës i riktheu në rishqirtim dhe dha udhëzim të qartë se ku duhet të orientohen çmimet për furnizim me energji elektrike. Faktikisht në këtë rast Komisioni Rregullator gjithmonë mbron dhe ka një transparencë dhe
për konsumatorin, mendon për konsumatorin fundor ose konsumatorin shtëpiak, abonentët cilët konsumojnë elektrinë elektrike. Duke pas parasysh konsumatorin vitin e kaluar, sa ankesa erdhën deri tek ju dhe cilit ishin ankesat më të shpeshta sa i përket qytetarëve për çmimin e energjisë elektrike, për faturat e tyre? Shiko, në vitin e kaluar në fakt ka patur një rritje të ankimimeve nga ana e konsumatorëve familjar, të cilët u drejtuan drejt për së drejti në Komisionin Rregullator të Energjetikës. Dhe ishte një numër 950.000 ankesa në nivel nacional. Flasim për konsumatorët familjar. Po. Në gjithë vendin. Për gjithë vendin flasim. Dhe mirë po këto janë kërkesat të cilat kanë arritur në Komisionin Rregullator të Energjetikës. Mirë po kërkesa dhe ankimime mund të ketë patur të cilat janë drejtuar drejt për së drejti edhe në operatorin e furnizuesit universal. Megjithatë, e kemi fjalën për në Komisionin Rregullator të Energjetikës, diku te 950.000 kërkesa, nga të cilat tani statistikisht do të jap një të dhënë, 959 nga ata kërkesa i aprovoi Komisioni Rregullator i Energjetikës, mirëpo konsumatorët në të njëjtën kohë kishin dërguar ankimim edhe në EVN. Faktikisht ata fatura, pastaj në bazë të korrespondencës që kishim me EVN, rezultuan që ata fatura janë të korrigjuara. 475 fatura ankimime nga ana e konsumatorëve u pan si të pa baza, për shkak se operatori kishte respektuar të gjitha normat rregullore për përpilimin e një fature. 27 konsumatorë në ndërkohë i tërhoqën vetë ankimime që i kishin ndërzuar në Komisionin Rregullator të Energjetikës, ndërsa 82 kërkesa u aprovuan dhe nga Komisioni Rregullator i Energjetikës u detyrua pastaj furnizuesi universal të zbatoj atë që u udhëzonte rregulloria e Komisionit Rregullator të Energjetikës. Me një fjalë, kërkesat ndoshta ishin edhe legjitime, por në të njëjtën kohë kishte edhe kërkesa për shkak se duhet kemi parasysh në kohë dimrit edhe konsumi i energjisë elektrike është më i lartë. Sigurisht mirë po. Edhe ka edhe një diçka, më fal që të ndërpres, të ndërhy, duket mendimi im nga gjithë kjo përvojë, e shoh të arsyeshme që konsumatorët duhet të informohen edhe më saktë se çka kanë të bëjë me bllokun tarifor. Pse vim të bllokët tarifore? Këtë që do ta shpjegojmë pak më vonë nëse mundet, pasi që ajo të ngelemi në këtë pjesë të ankesave. Zoti Ambari, nëse marrim parasysh, nëse brenda një viti janë dorëzuar 950 ankesa, të themi rrumbullakisht 1000, a ka një kontroll që të bëhet ndaj faturave të energjisë elektrike në nivel nacional, pasi që të themi ju është kujtuar apo e kanë menduar vetëm 1000 persona që të ankohen në Komisionin Rregullator për Energjetikë, ndërsa ne jemi një popullat shumë më e madhe që shfrytëzojmë energjinë elektrike dhe jemi të varur nga konsumi i energjisë elektrike. Prandaj ekziston edhe Komisioni Rregullator i Energjetikës. Nuk është e thënë që vetëm dikush ta ankimon, që ne t'i analizojmë dhe t'i japim një studim të një problematike. Mirëpo transparencën dhe politikën jo diskriminuese, faktikisht Komisioni Rregullator i Energjetikës është në hap me kohën dhe i ndjek të gjitha, jo vetëm operatorin furnizuesit universal, dhe të gjithë komponentët, kompanitë energjetike që funksionojnë në vend. Komisioni Rregullator i Energjetikës ka një qasje të saktë dhe të analizuar mirë lidhur me atë se si proceset e tyre rrjedhin. Faktikisht këtu bëjmë një apel publik që nuk mund të ketë në përllogaritjen e energjisë elektrike ndonjë diçka që nuk është në bazë të rregullores që aprovon Komisioni Rregullator i Energjetikës. Mirëpo, nëse e marrim tani, unë nuk e di se si e keni agjendën e pyetjeve, mirëpo e shoh si të arsyeshme që në këtë moment të flas edhe për një diçka që njerëzit, konsumatori familjar aso abonentët, ndoshta edhe ata të biznesit vogël, duhet të kenë qartë tani se në këtë kohën e fundit, sidomos muaj dhjetor, ne kemi patur disa takime me strukturën udhëheqëse të EVN-s.
të EVN Home. Dhe në gjithë këto problematika të cilat vitin e kaluar i kemi hasur, i kemi dëgjuar, na janë transmetuar, ne me ata i kemi diskutuar dhe besoj që janë marrë hapa të duhura. Një indikator vetëm të tregoj, gjërsa në vitin e kaluar ishte 80% e konsumit të përgjithshëm të konsumatorëve familjar është leximi fizik nga ana e lexuesve, këtë vit ai ka arritur diku mbi 90. Faktikisht urdhën. Po, sigurisht që kjo është edhe puna e juaj edhe për dëgjuar dhe ankesat e qytetarëve, mirë po. Ajo që kemi hasur kohëve të fundit në ankesat më të shpeshta të qytetarëve, pasi që e cekët që edhe gjatë periudhës festave ata kanë qenë në teren dhe kanë lexuar ormacat, mirë po shumica e qytetarëve për disa muaj janë ankuar deri tek EVN, pasi që fatura nuk është lexuar mirë dhe është dashur që të paguaj në periudhën në vim. Realisht i bie kjo që në një farë mënyre kanë paguar retro për atë që kanë konsumuar. Të gjithë e keni vënë re, është në faturën, në pjesën e dytë të faturës, aty ku është i regjistruar numri matës edhe matësi elektrik, është një prefiks dhe ka një shenjë që në të shumtën e rasteve është O, që do të thotë që ajri më matës është lexuar me prani fizike, ndërsa ka edhe një prefiks që është M, që do të thotë që ajo vlerë e asaj fature është bërë në baza vlerësuese, është vlerë a forfait. Faktikisht nuk është vlerë reale e konsumit. Kjo është një vlerë paushale që i themi ne në gjuhën popullore që populli ta ketë më të qartë. Po, që nuk është një vlerë e cila ka disa indikatorë se si përllogaritet, mirë po nuk është e thënë që të jetë saktë. Nuk është e thënë që të jetë saktë. Nëse realisht ndodh që ajo vlerë e konsumit të supozuar nga EVN del që qytetari ka paguar më lirë. Të supozojmë kështu. Pasi që ka paguar faturë me vlera më të vogla, nga ajo që reale ai ka konsumuar. Po, dhe tani pas 3 muaj që vjen një faturë e re me 3.000 denar dhe një borxh të akumuluar për shkak të mosmatjes së orës, i vjen një borxh 20.000 denar. Si t'ja bëj qytetari i shkret në këtë rast kur ne e dim se centëm cent i presim edhe i ruajmë parët për gjëra tjera. Sakt. E kuptova pyetjen me një fjalë performansën si e ke ndërtuar, po t'jap një sqarim më të detajuar nëse ka mundësi. Tani supozojmë gjithmonë në suazat të supozimeve. Supozojmë që në muajin në varësi të javës së leximit, që është oromaci te X konsumatori, në muajin e nëntor, shtator nuk është bërë leximi fizik. Edhe është përllgarit një vlerë e përafërt e konsumit në bazë të, siç e thash më lart, disa të dhënave të më përparshme se si ka konsumuar konsumatori. Rezulton që nuk është e saktë. Në muajin tetor, edhe konsumatori e merr faturën, shkon e paguan, edhe ai e mendon se është e mbyllur kjo histori. Mirë, po në muajin tetor ndodhen përsëri nuk bëhet leximi, gjithmonë në suazat të supozimeve. Nuk bëhet lexim fizik. Përsëri ke vlera përafruese, të përafërta. Rezulton që nuk janë të sakta. Mirë, po në momentin në nëntor vjen lexuesi dhe lexon. Në momentin që bëhet leximi, është edhe një aparatur faktikisht e fjalës së fundit që vendoset të matësin elektrik, edhe ajo aparatur në momentin e leximit i nxjerr 15 të dhënat mujore se si ka rezultuar konsumi i energjisë elektrike. Edhe në këtë rast, operatori i furnizuesi univerzal i energjisë elektrike bën korrigjimin e faturave që i kanë qenë me vlera vlerësuese, jo lexuese, vlerësuese. A forfait kanë qenë. Edhe ai bën tani korrigjimin pasi i ka të dhënën siç e shpjegova të saktë se ka rezultuar leximi në atë interval kohor kur kanë qenë këta fatura vlerësuese. Edhe ai bën një korrigjim. Edhe në korrigjimin që e bën edhe që e përpilon, në fund në muajin nëntor i shkruan që supozojmë ke fakturën për këtë interval 3 mujor 18.000 denar, ke paguar në muajin e 9 10 8.000 denar, atëherë rezulton që duhet paguash edhe 10.000. Edhe vjen ajo që thot ai, po prit tani, unë nuk e kisha, po pse ju nuk e keni bërë leximin? Pse? E tani,
që të hiqin të gjitha këta hamendësi, që të hiqin duhet pak sa edhe vigjilencë edhe nga ana e vetë konsumatorit. Pasi janë probleme që ndodhin. Ka arsye dhe të ndryshme pse nuk bëhet leximi fizik. Mund të ndodhen që shtëpia është e mbyllur. Në momentin që vjen lexuesi, mund të jetë lexuesi ditës i smur. Çka ndodh në rast që janë normacit jashtë edhe nuk i kanë. Dakor, në normacit jashtë është një diçka krejtësisht problem tjetër. Nuk flasim për atë rast. Ky rast nuk faktikisht nuk i përket kësaj problematike që e shpjegum tani. Ormaci jashtë është një diçka krejtësisht tjetër. Ormaci jashtë nuk ka arsye tim pse mos lezohet. Për mendimin tim edhe mendimin e Komisionit Rregullator të Energjetikës. Faktikisht a shqyrtu ndonjëherë mundësia të bëjmë një sistem sikur që e kanë vendet perëndimore, që për llogaritë një farë lloj mesatare, themi për vitin 2025, ka kushtuar të themi një anvisëri të paguaj 12.000 euro, ti kemi shifrat pak më të lehta për ta kalkulu, dhe vitin tjetër, 2026, tua u bën në mënyra forfej, nga 1.000 euro, çdo muaj dhe në fund të bëhet barazime. A u shqyrtua ndonjëherë kjo mundësi në Komisionin Rregullator për Energjetikë? Shiko, këta janë praktikat të cilat zbatohen në vendet më të zhvilluara, vendet të Europës që janë pjesë e Bashkimit Evropian, ka edhe disa risi, po për mundësi të kohës limituar që është, nuk mund t'i analizojmë dhe t'i artikulojmë më qartë. Për momentin, si faktor më i rëndësishëm, është që të gjithë ne konsumatorët që jemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të pajisemi me rimumatës të fjalës së fundit. Rimumatës që në gjuhën teknike quhet GCM matës ose smart. I cili e ka një veçori shumë të mirë, se bën matjen e energjisë elektrike në bazë kalendarike, nga 1 deri në 31, apo varësi 30 apo 28 ditë sa ka muaj. Faktikisht synimi i Komisionit Rregullator të Energjetikës është që për një periudhë të shkurtër kohore, kur flasim të shkurtër 5 vjeçare për një afat mesme, të pajisemi të gjithë konsumatorët familjar me matës të këtij lloji. Për momentin janë diku këtë 200 e diçka mijë konsumator që kanë vetëm janë të pajisura këtë lloj të matësve elektrike. Zoti Ambari, e dim që tek ne është edhe forma e bloqeve të cilët faturohen qytetarët, duke filluar nga bloku i parë, ku është pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e konsumatorëve, bloku i dytë, i tretë dhe i katërt, ajo që paguan energjinë elektrike më të shtrejtë në vendin tonë, marr parasysh mbas të atyre që ju e rregulloni atë në bazë të konsumit se sa ata konsumojnë energji elektrike. Më thoni se cila është përndarja e qytetarëve këtu dhe ku është më e levërdishme që ti takojnë qytetarët cilit blok dhe si mund të mos dalin në bloqe tjera, do të thonë të mos te i kalojnë çmimin e bllokut parë për të ikë në çmim të bllokut dytë. Shiko, në vetë sistemi tarifor që është aktual në Maqedoninë e Veriut për konsumatorët familjar, për tarifën e lartë flasim gjithmonë, ka fasha bloqe tarifore. Dhe për bllokun e parë është një konsum 7 kWh në ditë, ose përkthyer në një konsum 30 ditor 210. Fasha e dytë, bloku i dytë tarifor është 14 të tjerë. Faktikisht 14 herë 7, faktikisht atje ditët i bie diku ke 420 kW, 1430, 420 kWh, edhe këtu duhet të theksojmë, e supozojmë se një konsumator harxhon 450 kWh. Kjo nuk do të thotë që ai do futet në kategorinë e dytë apo të tretë. Mirë, po 210 kWh e parë nga ata 450, supozojmë që harxhon, do të faturohen me çmimin e fashës parë, bllokut parë, ndërsa 240 dytët do fakturohen me fashën e dytë. Ndërsa në fashën e tretë, bllokun e tretë tarifor ka përsëri 14 të tjerë, 30 ditë përsëri bëjnë 420. Ndërsa gjithë konsumi, i cili është pra, nëse thamë në fashën e parë për 30 ditë 210, në fashën e dytë 420 dhe në fashën e tretë 420, gjithë konsumi që është mbi 1050 kW hyn në kategorinë në fashën e 4
bllokun e 4 tarifor. Kemi tarifë të lirë ditore nga ora 13 deri në ora 15. Ndërsa tarifa e lirë ditore natën është nga ora 22 deri në 07 të ditës së nesërme, ndërsa ditën e diel është nga 24 orë. Mirë po këto duhet të theksojmë edhe atë që ka një praktik nga e mëparshme, edhe ditëve të festëve, ndoshta është 24 orë, jo. Faktikisht kjo është limiti nga ora 13 dhe çdo ditë nga ora 13 deri në orën 15 dhe nga ora 22 deri në ora 07. Ka indikator që kanë çuar në këtë termin? Shiko, pasi që nëse supozojmë, nëse jemi në punë, nëse jemi diçka, ne atë kohë nuk mund ta shfrytëzojmë për shkak se nuk jemi prezant në shtëpi. Dakor. Por nëse hym edhe më thellë në analizë, do shikojmë që pikërisht në atë kohë, nëse i ndjek bursat edhe të rajonit, por edhe të Europës, pikërisht në atë kohë çmimet janë pikë, janë më të larta. Mirë po, duke parë të arsyeshme se disa herë thonë, po pse nuk është në një interval tjetër kohor. Kthehemi nga puna. Pa, tjetë nga ora 4 deri në orën 6. Pse nga ora 16 deri në ora 18. Mirë po, në atë kohë, çmimet ndjekim. E kemi edhe bursën e Memo, operatorin të tregut, kemi edhe bursën rajonale, kemi bursën referuese, siç është Hupex. E kuptoni se ç'a mund ndodh me energjinë në qoftë se në atë interval kohor sa mund të shkojë çmimi. Se çmimi ne që e ofrojmë tarifën e lirë ditore është diku te 2.1 denar. Ajo i bie 35 euro për megawatt orë. Ndërsa ai çmim në atë interval kohore, të cilin e punësoni ju, ka intervale kohore që shkon edhe 400, 500, 600 euro, gjë në 800 euro ka shkuar këtë vit në atë interval kohor megawati. Qytetarët shumë pak e kanë qartë edhe pjesën e daljes në tregun e lirë, sa i përket furnizimit me energji elektrike. Sa është e levërtishme kjo të flasim për qytetarët, po pastaj do ta komentojmë edhe për pjesën e sektorit biznesit. Kur bëhet fjalë për konsumatorët, faktikisht regulativa e lejon që të dalë në tregun e lirë. Nga viti 2019, faktikisht të gjithë konsumatorët nuk kanë ndonjë përkufizim se cili konsumator mund të kalojë në treg të lirë, se cili konsumator, përfshirë edhe atë familjar, shtëpiak. Është e drejta e atij që të furnizohet. Mirë po tani, paksa më parë e elaborova. Nëse i referohemi çmimit mesatar të tregtimit, ose të përdor një shprehje ekonomike teknike, clearingut që bëhet në tregun e Maqedonisë, çmimi mesatar vjetor për vitin që lam pas është diku te 108.5 euro megawatt orë. Në qoftë i referohemi këtij çmimi, atëherë ku është leverdia një konsumator familjar i cili në tarifën e lirë, siç të theksova më parë, çmimi është 35 euro për megawatt orë. Këtu është 108 plus operatori në tregun e lirë që bën tregtimin e energjisë elektrike, normalisht që ka edhe një marrë shfitimi vetën. Dhe aty komisioni nuk ka kompetencë. Jo, ajo është si akuvizoj marzën e fitimit. Prandaj bëhet fjalë për treg lirë. Treg lirë, tregu i lirë është treg i lirë. Dhe këtu në këtë moment që po flasim, në bazë të gjithë këtyre parametrave, në bazë të këtyre lëvizjeve dhe në bazë të çmimeve se si lëvizin në bursën energjetike, konsumatorët familjar për momentin ata që janë shfrytzues të përhershëm në bllokun e parë, 2, 3 tarifor, nuk ka logjik që të dalin të furnizohen në bllokun në tregun e lirë. Ndërsa ata që janë në bllokun e 4 konsumator konstant, duhet të bëjmë vetë llogaritë se nuk mundet konsumi edhe në atë bllok të jetë të gjithë, se në shumtën e kohës e shfrytëzojmë kur është shumë vap ose kur është shumë ftoft. E tani nëse ka për llogari për 4 muaj që të jetë gjithë kohës në treg lirë, ajo është faktikisht një analizë që duhet bëjmë vetë ata konsumatorë që i takojnë. Mirë po, pasi edhe më parë e parashtrove këtë pyetje, të tregoj se në Maqedoninë e Veriut struktura e konsumit të
të energjisë elektrike, ndarë në për fasha, në për bloqe tarifore, është në këto suaza, ata që nuk konsumojnë, se duhet të jemi edhe koshient se përpos migrimit masif jashtë shtetit, kemi edhe migrim të mbrëmshëm. Sigurisht. Unë jam një nga ata që vinë nga qyteti i Durrës Madhe edhe jetoj në Shkup. Po unë një kohë 8-9 muaj nuk kam konsum në shtëpinë në Diber të energjisë elektrike. Kësi rase ka plot, ndërsa mos flasim për migrimin e jashtëm. Edhe nga numri i përgjithshëm 12.9 janë konsumator që nuk regjistrojnë shfrytëzim të energjisë elektrike. 63.86, 63.9 janë së konsumator që harxojnë energji në blokun e parë tarifor, 20.97, 21% janë në blokun e 2 tarifor, 1.73 janë në blokun e 3 tarifor dhe 0.55 janë në blokun e 4 tarifor. Kretë çmime tjera të rritjes si arsyetohen se është rrit çmimi energjisë elektrike, prandaj po rriten këta çmime tjera. Dakor, do shta është edhe një dhënë ajo që se thonë që në shumë kompani, për shembull të dëgjosh, shumë kompani tani kemi miq, shok, dashamir me të cilët komunikojmë, dëgjohemi, edhe thonë kosto më e madhe është energjia elektrike, është e saktë në disa raste, mirë po jo edhe kryesorja energjia elektrike, se ka edhe faktorë të tjerë. Pastaj është të theksum. 62 euro ishte megavati vjet, si vjet është 65 euro. Faktikisht ka edhe disa faktorë edhe të jashtëm edhe të brendshëm, të cilët ndikojnë në këtë dinamikë. Sigurisht, po prekin edhe shtetet më të mëdha botërore sa i përket rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Mirë po zoti Ambari, sa nga prodhimi i vendit ton, kapacitetet prodhuese kemi me qymir dhe sa kapacitete prodhuese kemi nga burimet rinovueshme apo burimet e gjelbërta, siç po pretendoj që ta arrijmë në një nivel që të caktojmë vetë çmimin e energjisë elektrike, duke e bërë më ekologjik, duke e bërë më të lehtë dhe duke e bërë më të shpejt të mundshme sa i përket pavarësimit të energjisë elektrike si vetë. Shiko, duhet të theksojmë disa gjëra ashtu siç janë. Vendi jonë është pozita e tillë strategjike që ne faktikisht prodhimin e energjisë elektrike me vite, jo në kohën e sot, po edhe me vite e kemi të varur nga termocentralet, nga thëngjilli, qymyri. Këto vite është bërë një hap i madh, gjigant në vendosjen e paneleve diellor, në pajisjet që prodhojnë energji elektrike e eolik nëpërmjet erës. Janë bërë investimet që të jashtëzakonshme. Mirë po përsëri, të dhënat e fundit, me të cilat endi statistikor shtetëror ka dalë, për muajin tetor është më i fundit si rezultate të cilat i ka përpiluar, rezulton se nga termocentralet është prodhuar 40.7% e energjisë të konsumit të përgjithshëm në vend. 19.9% nga hidrocentralet, nga energjia diellore 4%, ajo eolike që siç thashë erës është 6.8%, energjia kogjeneruese që është një kompleks energjetik i kombinuar, edhe kjo është një termocentral i kombinuar cili prodhonen edhe energjinë elektrike dhe energjinë termike, është 28% dhe me biogas është 0.7%, ndërsa që të jemi më të qartë, nga energjia e rinovueshme është 31.3%, ndërsa nga burimet e tjera termocentralet është diku ke 68.7%. Faktikisht rezulton që ne jemi të mvarur. Kohës fundit dilemat janë, po ndjekim edhe trendet globale, me ndërhyrjet, luftrat e ndryshme, tani më në konfliktin ndërmjet apo marrja e shtetit Venezuelës nga ana e Trump, në bursa botërore u paralajmëru sikur të jetë një goditje për çmimet të naftës, për çmimet tjera. A është kjo gjithë në kontroll të Komisionit Rregullator për Energjetik, pasi që e dim se edhe për çmimet naftës Komisioni Rregullator për Energjetik e jep fjalën e fundit? Po tani jemi koshient për atë se çfarë ndodh në sferën gjeostrategjike. Jemi të vetëdijshëm për atë që, po në këtë rast
Komisioni Regulator i Energjetikës është transparent dhe i ndjek të gjitha zhvillimet dhe që të jemi më të saktë gjatë javës që kaloi pati një lëvizje në bursën për naftën, të naftës. Mirë po tani po t'jap edhe një lajm që dje kanë shënuar rritje, kanë shënuar rënje. Çmimit. Faktikisht jemi në transparencë plot, ndjekim zhvillimet edhe opinioni publik po informohet dhe po e ndjek që ndonjë lëvizje në përmasa të mëdha nuk ka ndodhur këta ditë në çmimin e derivateve të naftës. Po në pyetjen që i parashtruat është e saktë se emërtimi është i shkurtër, se emërtimi është i Komisionit të Rregullatorit të Energjetikës është shumë i gjatë. Po, shumica e lidhet me energjinë elektrike dhe nuk e konceptojnë sigur edhe për naftën dhe gjëra tjera. Një nga të shumtë të faktorë të tjerë, aktivitetet të cilat Komisioni Rregullator i Energjetikës i rregullon dhe i ndjek, është edhe çmimi përcaktues për çmimet e naftës apo derivatet e naftës, të cilat tregtohen me pakicë. Është një platformë dhe të cila ndiqet dhe përpilohen këta çmime, ka disa faktorë të cilët ndikojnë në çmimin e derivateve të naftës. Një nga ata është çmimi i bursës referuese që i kemi në plac, çmimi i kursit të këmbimit në dollar, duhet të theksohet çmimi i kursit të këmbimit në dollar. Pastaj janë disa kosto operative, ka edhe kosto të cilat i takojnë të dala dhe të hyra të cilat duhet të paguhen pastaj edhe për akcizë ndaj shtetit. Ka edhe tatimi mbi vlerën e shtuar, ka edhe një taksë për shpërndarje, kompensim për mjesdisin, kompensim për rezervat, depozitat të naftës, ka edhe një kompensim për marzhin tregtar, të cilët normalisht atë me pakicë e kanë atë. Gjithë kjo është në suazat të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe ka një rregullore, ka një metodologji e cila e përcakton. Unë të t'jap ti vetëm një të dhënë, të cilën për arsye pune e kemi të referuar. Në 1/1/2025 çmimi për karburantin benzin 95 oktan ka qenë 77 denar, ndërsa në 31/12 ishte 70.5, faktikisht një 10% më i ulët. Kjo është gjithçka nga ajo metodologjia, praksa të cilën ne e kemi referuar dhe e ndjekim dhe po e zbatojmë në përpilimin e çmimeve të derivatet të naftës. Është interesante pasi që pjesën sa i përket rregullimit të çmimit të naftës na e kanë lakmia dhe vendet e rajonit, pasi që është një metodë shumë e mirë për të kalkuluar çmimet përfundimtare të naftës, gjë që nuk e kanë Shqipëria dhe Kosova edhe vendet e tjera të rajonit. Ata disi janë më të pak kënaqur me formën e çmimit të naftës. Do t'ja mbari për fund edhe një kërkesë është shumë interesante që çka po i shtyn që të kërkojnë që Komisioni Rregullator për Energjetik merr pjesë apo të përcakton edhe çmimet për ujësjellës dhe kanalizim. Që kompetencat i bien Komisionit Rregullator për Energjetik. Shiko. Që të jetë më konceptueshme për opinionin publik, çat kohët e fundit ka pasur edhe nga shoqatat e ujësjellës kanalizimeve që janë në vend, që Komisioni Rregullator të merr atë vendimin përfundimtar, se duhet të zbatojmë edhe ta formulojmë pak që ta ketë më qartë. Komisioni Rregullator i Energjetikës faktikisht merr të gjithë të dhënat se si ka funksionuar një kompani e ujësjellës kanalizimit. Edhe në bazë të atyre programeve, metodologjive, përvendos për një çmim. Edhe një çmim për shërbimet e ujit, për shërbimin e kanalizimit dhe për shërbimet të tjera lidhur me sferën e ujësjellës kanalizimeve që i ka një kompani, i vendos ato indikator, i merr edhe indikatorët të tjerë parasysh, të cilët do të zgjasin për vitin e tjetër, pasardhës kemi indikatorin e inflacionit, indikatorin e rrogës minimale, e diçka të atillët se që do të funksionon një kompani e ujësjellës kanalizimeve, parashojmë kostot, investimet, nevojën për mirëmbajtje të gjitha. Mi po çfarë ndodh? Komisioni Rregullator i Energjetikës vendos një çmim. Themi që çmimi për shërbimin e ujit në X qytet do jetë Y.
ai vendim, komision shkon te kompania e ujësisë kanalizimit, bordi drejtues e aprovon, edhe ai duhet të kalon në aprovim në këshillin bashkiak komunal të asaj kompanie ku operon. Mi po çfarë ndodh në këshill? Për arsye të panjohura, për arsye politike, për arsye sociale, për arsye populiste, ata nuk e aprovojnë. Ata janë kosto reale. Ne me këtë atë ndërmarrje, si me thënë në thonjza, e bëjmë vetë me duar tona që të shkon drejt kapitulimit, të mbyllet, të mos e kemi atë shërbim, se nuk mundet kur Komisioni Rregullator i Energjetikës vendos që kostot janë rritur, nevojitet kaq mjete për investime, mirë se të gjithë pastaj themi po nuk ka ujë. Po nuk ka ujë, po nuk mund të ketë ujë ku nuk ka investime, ku nuk aprovohet ai çmim. Edhe më përpara përmendëm edhe faktin që edhe për energjinë elektrike. Faktikisht në qoftë se nuk ecim me kohën, në qoftë se ne të gjithë e dimë që gjithçka ka rritje të çmimit, ndërsa këtu për arsye X, siç i përmenda më tepër, Këshilli Bashkiak nuk e aprovon. Edhe kjo është ajo intenca që kërkojnë që të kthehet se dhe kompetencën finale, fjalën e fundit, ta ketë Komisioni Rregullator për Energjetik, siç e ka për energjinë, siç e ka për derivatet e naftës, për energjinë termike, edhe për shërbimet e ujit, fjalën e fundit ta ketë Komisioni Rregullator për Energjetik në bazë të asaj. Mirë po, duhet të theksuar se nuk është aq lehtë. Se për të realizuar një diçka të këtillë, duhet shumë çka, akte ligjore, nënligjore, normative, duhet të ndryshohet që Komisioni Rregullator i Energjetikës ta merr përsipër edhe një aktivitet plus shtesë në përllogaritjen e çmimit final të një shërbimi. Atë që kuptova, që e thatë disi për qytetarët, kjo me lënë me nënkuptu që nëqoftë se ata ndërmarrja apo ata kompani të ujësisë dhe kanalizimeve nuk po ja aprovojnë këto çmime. A i bie kjo se Komisioni Rregullator për Energjetik po jep çmime më të larta, e ata po ja anashkalojnë këto çmime të larta dhe aty po ngecin edhe investime sa i përket? Shiko, duhet të konceptojmë në atë jo më të larta. Komisioni Rregullator i Energjetikës jep çmime të sakta në bazë të asaj. Nëse krahasojmë do t'i bien më të larta. Do me thënë do të ketë lërritje. Po. Ajo që nuk diskutohet. Se tani ka kompani të ujësisë kanalizimeve të cilën nga 2020 nuk kanë pësuar ndryshime të çmimet. Janë po të njëjtat. Po të njëjtat çmime. E çka ka ndodhur nga 2020 deri në 2025-26. Tani sa vetëm një fakt të marrim më të thjesht, sa ka ndryshuar rroga minimale, nuk flasim për parametra të tjerë. Nga viti 2020-2025, ajo kompani është e detyruar, ai kompania e ujësisë kanalizimit që ta respekton atë dhënë që të jetë rroga minimale në atë nivel siç aprovohet. Nuk mund të jep në nivelin e 2020-s rrogë minimale. Ai duhet të jep rrogë minimale në vlerën e vitit 2025. Këta janë ata indikator faktikisht të cilët Komisioni Rregullator i Energjetikës asnjëherë është shumë transparent, shumë i hapur dhe shumë e kanë në radhë të parë konsumatorin. Mirë po, ç'a mund ndodh në qoftë se e kompani falimenton? A kemi të qartë se bëjmë fjalë për ujësisë kanalizimet. Tani mund ngelim edhe pa shërbime. Mos flasim për shërbime, po ç'a mund ndodh pas asaj? Ajo është pyetje. Prandaj kemi një qasje dhe një besim të plot në atë se Komisioni Rregullator mendon dhe vepron rreth të parë për konsumatorin. Ose zakonisht bëhet gjithmonë tema problematike për furnizim me energji elektrike, ndërsa për çmimin e ujit aty këtu ankohen, aty këtu nuk ankohen, aty këtu paguajnë, aty këtu nuk paguajnë. Disi është pak si më lehtë qytetarët të akceptojnë çështjen e ujit edhe sikur është gjë e domosdoshme, ndërsa kur preken te energjia elektrike ankesat janë më të mëdha. Dakor, tani edhe unë faktikisht me këtë konkluzionin tuaj pajtohem, po në përgjithësi duhet gjithçka në fund të fundit të mendojmë edhe për atë se çfarë ndodh të nesërmen. Ajo është shumë e rëndësishme. Nuk është problemi tani për çmimet e ujit ose për çmimin e shërbimeve të tjera që aprovojnë këta kompani të ujësisë kanalizimeve të mbesin mbrapa me kohën. Të gjithë jemi dëshmitar. Është në një gjendje faktikisht më sem për të ardhur keq. Po shikoti
mëngjes zgjohemi herët aktivitete sportive ose diçka të tillë dhe i shohim njerëzit që merren mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve. Është një figurë, është një pasqyrë që të kthen shumë brapa. Prandaj edhe kompanitë e ujësisë kanalizimit dhe ato punonjës, të cilët punojnë në ata kompani, meritojnë një diçka më të mirë. Dinjitose. Zoti Ambari, unë të falenderoj shumë që çdo herë kur flitet për pengesa apo ankesa qytetarëve për qartësu situata sa i përket furnizimit me energjinë elektrike, jeni të hapur dhe çdo herë keni qenë me një përgjigje pozitive dhe ju falenderoj shumë për këtë transparencë dhe mundësi që qytetarët kuptojnë pak më shumë nga sektori energjetik dhe gjithçka çka bën Komisioni Rregullator për Energjetikë. Faleminderit edhe që kënaqësia e ime dhe gjithmonë Komisioni Rregullator i Energjetikës do të jetë i hapur, transparent në të gjitha mediumet publike dhe ata private në vend. Faleminderit edhe një herë. Falenderojmë shumë. Atëherë nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion të emisionit Business Plus, ashtu siç patët mundësi të ndiqni, është mirë, do të thotë është edhe porosi nga Komisioni Rregullator për Energjetikë, po për gjithë qytetarët që të jemi më shumë të kujdesshëm dhe të kemi një edukim sa i përket shpenzimit të energjisë elektrike, të mos harxojmë pa nevojë, na vinë edhe fatura më të lira. Nga unë, natën e mirë.